Në Shkodër ka nisur një kampionat ndryshe ping-pongu për nxënësit e shkollave nënvjeçare të Bashkisë Shkodër, i cili këtë vit po zhvillohet për një javë të plotë ndryshe nga edicionet e mëparshme. Përgjegjësi i sportit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Malia, Herion Faslia, tregon se deri më tani janë regjistruar rreth 100 fëmijë pjesëmarrës, ndërsa pritet që numri të rritet gjatë ditëve në vijim. Kampionati ping-pongut është pjesë e planit vjetor të sektorit sportit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Zhvillohet për çdo vit, por ndryshe nga vitet tjera, këtë vit në vend si ta shtrim me 2-3 ditë e kemi bë komplet javën me këtë kampionat, me këtë aktivitet. Kjo për t'i dhënë mundësi fëmijëve që të kenë më shumë neshje dhe ne në këtë mënyrë të përzgjedhim realisht më të mirët. Po për një javë do jetë kampionati ping-pongut dhe ditën e premte do të jetë dita e finaleve për me përcaktuar vendet e para, dyta dhe treta të katërta për vajzat edhe për djemtë. Është ka interes më të madh, ka pjesëmarrje më të lartë. Paraprakisht janë regjistruar rreth 100 fëmijë dhe në momentet e fundit kanë ardhur disa të tjerë për të regjistruar dhe numrin final do ta kemi vetëm mos i të mbyllet si aktivitet. Qëllimi kryesor i këtij kampionati është të mbajë fëmijët të lidhur me sportin dhe aktivitetin fizik dhe duke nxitur frymën e garës së shëndetshme. Po, qëllimi është që t'i marrim fëmijët të lidhur me sportin, larg veseve, të krijojmë struktura që i majnë të angazhuar në mënyrë të qëndrueshme dhe nuk ka asnjë mënyrë më të mirë se sa sportin përgjithësi. Në këtë rast është ping-pongu, në vazhdim do kemi edhe sporte të tjera. Kampionati organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Malia do të vazhdojë përgjatë gjithë javës me ndeshje dhe përballje mes shkollave pjesëmarrëse, ndërsa në përfundim do të shpallen fituesit dhe do të ndahen vlerësime për lojtarët më të mirë.